Nëse nuk arrin shteti, duhet të rrëzohet shtet. Dhe duhet të rrëzojmë disa herë derisa të arrijmë të gjejmë një leadership apo që megjithëse të shërbej popullit. Ne kemi 35 vjet, nuk duhet të ishte në këtë stad më Shqipëria. Ka arsye për të protestuar, thoni ju? Po ka arsye për të protestuar. Jo politikisht, ka arsye për të protestuar për hallet tona. Po. Për hallet tona, për problemet tona, për të ardhmen e Shqipërisë, për të ardhmen e natyrës shqiptare, për të ardhmen e biodiversitetit shqiptar, për edukimin e një brezi të ri, për edukimin e shqiptarëve me tradita të mira, me traditat e mira që kemi patur. Prej 2 muaj, disa ditësh po zhvillohet një protestë në Tiranë, në Shqipëri. Si po shet, çfarë rezultatesh ka arritur? Për mua e protest nuk më jep asnjë lloj besimi, nuk kam asnjë lloj besimi ka ajo protestë që do bëj diçka ose ka një qëllim të pastër. Për mua është një protest e manipuluar, është çik artificiale, apo do dhe vetë kuptohet shif edhe për masat e protestës